Atëherë, sa udhëzime me natyrë të përgjithshme kanë nxjerrë prokurori i përgjithshëm dhe çfarë temash përfshin ato? A keni verifikuar ju masën e zbatimit të tyre dhe si rezulton ajo? Janë disa udhëzime që kanë dalë gjatë vitit 2024, i keni të parashtruara në raport, do të jenë të paktën 6, mos gaboj, lidhen me disa aspekte, lidhen me masat e sigurimet, lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore, lidhen me çështjet që kanë të bëjnë me rekomandimet e Këshillit të Ministrave, me rezolutën e tjera. Tani, këtu është një nga çështjet të kyç që ka të bëjë me pyetjet se si ju vijoni pastaj pyetjet tuaja, që ka të bëjë me rolin e prokurorit të përgjithshëm, edhe sa i përket mbikëqyrjes së zbatimit të udhëzimeve të përgjithshme. Përgjithsisht, mënyra si ne operojmë ka të bëjë është përmes marrjes së informacioneve në lidhje me udhëzimet e përgjithshme, duke tentuar për të parë se sa rigoros kanë qenë prokurorit në ndjekjen e tyre, pra sa është e mundur të bëhet ky verifikim. Pasi duhet pranojmë që fuqia, le themi, rregullatore që ato kanë mbi sistemin, mbetet relativisht e kufizuar, pasi rregullojnë përgjithsisht çështjet e natyrës administrative në funksion të përmirësimit të cilësisë së hetimit, pra rritjes efikasitetit dhe eficiencës qoftë në hetim, qoftë dhe në ndjekjen penale. Pra, duke e shtruar në këtë aspekt, duke qenë se shpesh fokusi në fakt nuk është më shumë te masat administrative, por se si këto kanë reflektuar në përmirësimin e cilësisë punës, këtu futen loj elementë të tjerë që janë ato që kanë të bëjnë me kontrollin gjyqësor mbi cilësinë e hetimit, pra plotshmërinë e tyre, saksinë e akuzave, kanë të bëjnë apo me nevojën për, le themi, rastet e pafajësive të tjerë. Kemi të bëjmë këtu me çështjet e zvarritjeve apo shkeljeve të tjera disiplinore që janë objekti punës së inspektorit lartë drejtësisë dhe i masave që merr Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Pra, ndërthuren disa elementë që disa faktorë, disa institucione, të cilat gjitha duhet të bëjnë të mundur për të siguruar maksimalisht funksionimin real të këtyre udhëzimeve të përgjithshme. Dhe këtu mendoj që ka një nga, le të themi, këtu kemi një çedim ose kemi një nga tmetat që ka sistemi sotëm i organizimit të punës në prokurori. Pasi kjo nuk siguron një efikasitet plot të mbikëqyrjes mbi mënyrën e realizimit të këtyre udhëzimeve dhe kjo patjetër sjell më pas një mungesën e ndërmarrjes masave konkret në drejtim të rritjes së cilësisë në që t'i përgjigjet shpejt nevojave të kohës. Pra, le të marrë vetëm një aspekt këtu, nëse do të themi vlerësimi i punës prokurorëve, duke pasur parasysh cilësinë e hetimeve të tyre, është një fakt që ndodh mbas disa vitesh, ndërkohë që mungon e dhëna konkrete, mungon instrumenti për t'i marrë këto dhëna për të parë cilësinë e hetimit në raport dhe me zbatimin e udhëzimeve të prokurorit përgjithshëm. Ndaj mund të themi që në global formalisht mund të ketë, nuk ka probleme serioze, por problemet janë të natyrës cilësore sa i përket hetimit. Për sa i përket pyetjes a keni nxjerrë ju në udhëzim të përgjithshëm sa i takon krimeve elektorale, meqense përpara ishte zgjedhja e 2025-s, nëse po keni verifikuar masën e zbatimit të tij dhe çfarë rezulton. Tani jemi sërish në vitin 2025, unë pak a shumë i përgjigja pyetjes së masave tona që janë marrë. Deri më sot të dhënat janë natyrë statistikore, duket që janë marrë masa nga prokurorit për të vijuar hetimet. Për sa i përket cilësisë të tyre, mbetet të vlerësohet nga vendimet gjyqësore për të kuptuar se cila ka qenë realisht cilësia e hetimeve të prokurorëve. Duke pyetja e tretë, në vlerësimin tuaj, zbehja e rolit prokurorit përgjithshëm, duke shtuar pavarësinë e prokurorit një çështje, apo duke bërë atë zotë vetëm të asaj çështje, a ka rritur apo dobësuar efikasitetin e prokurorisë në luftën kundër kriminalitetit. Ju keni qenë prokuror të dyja këto sisteme, para dhe pas 2016-s, mendoni që sistemi është më bërë më i mirë, apo më i dobët në këndvështrimin tuaj institucional. Atëherë, sa i përket çështjeve që lidhen me rolin e prokurorit përgjithshëm në sistemin e ri, unë mund të them që sot mekanizmi i prokurorisë është bërë shumë më kompleks se sa ka qenë, për shkak sepse i mungon vertikaliteti, çka krijon, le të themi, edhe e bën më të vështirë në një farë mënyre funksionimin si një i tërë, pra kohezoni institucional që i duhet prokurorisë, po themi, vihet në dyshim, ndaj nga shqetësimet që unë kam ngritur vazhdimisht në raportimet që kam bërë në Komisionin e Ligjeve dhe në Parlament, ka qenë nevoja për ndryshime në ligjin për prokurorinë, po edhe më tej, në mënyrë që të krijojmë instrumentat real të cilat mund të përdoren nga prokurori i përgjithshëm për të rritur efikasitetin e punës së prokurorisë.
Tani e kombinuar kjo edhe me vështirësitë që ka pasur prokuroria për gjatë sistemit gjatë procesit vettingut, kuptohet që të gjitha këto kanë ndikuar në performancën e punës prokurorisë. Fakti që sot është që ne kemi një dyfishim të çështjeve të mbartura, tregon që ka probleme puna e prokurorisë, por ndërkohë mund të themi që ajo që është bërë pozitive ka qenë dhënia prioriteteve. Pra, dhënia prioriteteve të caktuara në drejtimet që kanë qenë le të themi të rëndësishme, qoftë për vendin apo që kanë qenë dhe realitetet që kanë ardhur nga ato çfarë ka ndodhur në terren. Qoftë të shikojmë të dhënat për çështjet e dërguara për gjykim dhe numrin e personave të dënuar, përgjithsisht shifrat po themi nuk kanë qenë të luhatshme, pra duket që prokurorit në një farë mënyre janë përpjekur që me gjithë, le të themi, vështirësitë shumë të mëdha të krijuara, të paktën të performojnë sa më mirë atje ku dhe urgjenca ka qenë më e madhe, dhe këtë mund të them deri tani. Për sa i përket pyetjes suaj si vlerësoni kushtet e punës prokurorëve pas reformës në drejtësi, përveç rritjes pagës që ka ndodhur dhe me zyrtarët tjerë publik, a ka kontribuar qeveria në përmirësimin e kushteve të punës së magjistratëve, godina të reja, siguria e magjistratëve, shtimi i stafeve dhe ndihmësve të tjerë, a ka ankesa nga prokurorët në këtë drejtim? Tani, tu janë dy elementë. Së pari, disa lidhen me ato që ishin dhe standardet, garancitë që kanë bënë me statusin e prokurorit dhe të gjyqtarit. Ka një rritje gjithëtim të trajtimit financiar, përmirësimit të trajtimit financiar të magjistratëve. Për sa i përket godinave të reja, unë e dhash një përgjigje, jemi në fazën e le të themi të realizimit një pjesë të tyre ose të projektimit, më mirë po themi, sepse pritet 2030 jetë viti ku do përfundojnë ato. Ka një vonesë. Ne u bë prej disa vite që unë e ngresi shqetësim që situata me godinat nuk është as pak e mirë dhe sidomos në Tiranë, ka të paktën 2 vite që e ngres shqetësimin për nevojën e ndërmarrjes së masave urgjente për një godinë të re. Sot në Tiranë ne praktikisht nuk kemi më hapësira për prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore. Situata është, le të themi, e papërballueshme, deri vitin tjetër do kemi nevojë për një zgjidhje sa më të shpejt, ashtu si dhe në disa nga institucionet e godinat e tjera, por ku situata pret. Për sa i përket sigurisë magjistratëve, mund të them që nisur dhe nga çështja që është diskutuar shumë dhe që ka të bëjë me ngjarjen mjaft të rëndë ku humbi jetën një magjistrat. Kjo lidhet patjetër edhe me gjendjen e godinave, lidhet dhe me stafet cilat e trajnuar ose jo për sa i përket sigurisë. Ka shumë vend për përmirësuar në këtë aspekt. Ngjarja e rëndë besoj është një nxitje për të bërë vepër sa më urgjentisht në këtë drejtim. Ne kemi bërë përpjekjet tona, jemi përpjekur të bëjmë një vlerësim maksimal të gjithë aspekteve, duke përfshirë në diskutim të gjithë prokurorët. Besoj se disa masa janë duke u marrë dhe do të ndërmerren dhe në vazhdim. Ka një bashkëpunim dhe me Policinë e Shtetit për të na asistuar në këtë drejtim. Megjithatë, besoj që kjo ka nevojë për një qasje të koordinuar dhe për një strukturim tërësisht rikonceptim të pjesës së sigurisë magjistratëve, si për gjyqtarët dhe për prokurorët. Patjetër nga prokurorët ka shqetësime, ngrihen shqetësime, të cilat ne jemi munduar të përgjigjemi, por është një çështje që do vijojë të trajtohet nga ana jonë në të gjitha aspektet, edhe në kërkesat buxhetore do t'i bëjmë, sa i përket stafeve ndihmëse për lidhjet që lidhen me sigurinë, do të kemi disa kërkesa për kuvendin, të cilat do t'i bëjmë të njohura. Deputetja Greta Bardeli.